për shembull e keni shpjegim shumë interesant për Imam Mehdiun edhe Dejjallin. Nëse e kishmi krahasuar domethënë në aspektin politik këtu në Kosovë, kush mendoni se do të ishte Dejjalli në politikën kosovare e kush Imam Mehdiu, shpëtimtari? Me emna mund të mos më kujtohet tani për tani, por Dejjalli i Kosovës do të ishte secili njeri i cili e dëmton Kosovën për aq sa ka mundësi me dëmtue. Dhe Dejjall i Kosovës, kategoria e dytë, janë ata njerëz të cilët e kanë mundësin të drejten ligjore, kushtetuese, thirrjen e postit, që duhet me ndalë Dejjallat që e dëmtojnë Kosovën dhe nuk i ndalin. Kjo është përgjigja ime. E Imam Mehdiu kush? Imam Mehdiu, Albin Kurti. I Kosovës, a? Po, Albin Kurti. Po veç kur ta qes me titull, mos u e keni qitë se kom thonë. Ke thonë Albin Kurti Imam Mehdiu i Kosovës. Po tash mas jemi të folën këtë nivel hajmaresh. Po s'di të thonë. Po, okej, ani qëtme. Gjatë emisionit tuaj, përveç 90% të seriozitetit që shpjegohen këto, 90% ja dedikoni pak edhe titujve. Po bombastik. Sigur të atje, për shembull. Jo, ta qesti për shembull, e shoh me Hoxha Mustafa Bajrami se unë jam ndjek si kanali tan me Donald Trumpin, thotë im shoh e box Trumpit, apo kur ti ish ti del të ful. A Trumpi shpit vetën atje. Hoxh, jemi tek videot e tua dhe me që jemi tek videot, thamë edhe për folje më herët edhe për rolin e popullit hebrej. Po. Edhe historinë e rolit ty, domthonë rolin e tyre edhe historinë e tyre. E kom po që i kini shpjegim shumë interesant për Ben Izraelit, edhe thu që nuk janë të njëjtit. Edhe nëse s'gaboj e thu që ata e kanë preordhën prej Kananitëve. Kanoni që është pjesa sot ku nëse s'gaboj është Palestina dhe Izraeli. Mirë po kom lexuar në pak për këtë popullin Kananit, këta kishin qenë popull pagan edhe kishin besu domethënë një dy zotra që i kanë në Bolin edhe Moluka. Po. Boli kishte qenë zot sipas tyre historisë, e Moluka kishte lyp sakrifikim të fëmijëve. Po. Si shëll po flitet rëndom në për popull. A mos ndoshta mund lidhet diçka edhe me dosit e Epsteinit për shembull që ka pas disa zyrtarë që kanë thonë izraelitë edhe kanë shkuar atje kanë bërë sakrifikim të fëmijëve. Kanë pas shumë të studio që i kanë fol për shembull për kësi fargjona, Alfred Sako shpesh i përmend. A kanë tradit? Po e nisi prej fundit. E dim krejt, po e përsëritja të shka e dim të gjithë. Dosja Epstein dhe çdo gjë që është brenda saj, edhe si kopertin e saj, është damka më e zezë, që i është vënë dhe pas kësh bë, pas kësh mujt me e bohe civilizimi i tani shumë. Ajo është kulminacioni i një niveli që as nuk mund të imaginante një njeri me mendje të shëndosh. Ato të cilat janë bë në ishullin Epstein, përsa po ishojmë dhe morën dhejnë, u përhapën në përbot, ma nuk mbeten pjesë e botës konspiracioniste, janë të pashlyeshme deri në ditën e kiametit. Marrja me fëmijë, keqpërdorimi i fëmijëve, i vajzave të mitura e nënmitura, korrupsioni, pastaj keqpërdorimi i parave që janë kërkuar nga miliarder të botës në emër të hapjes së instituteve është damka më e zezë që mund të vishet një civilizimi. Shpresoj që civilizimi perëndimor mos të kaloj në histori me këtë faqe të fundit të tij. Shpresoj, sepse ka gjëra të mira, shumë të mira që i ka dhuruar njerëzimit. Tek rasti i juj, Kenanet, siç e përmende edhe ti, e kam shpjeguar më shumë se një herë, janë një popull që ka jetuar aty ku tani Palestina dhe Izraeli. Tek dhe atje në kohën e para Ibrahimit a.s.
se Ibrahimi është sjell, a.s. është sjell aty pare. Si trashëgimtar të Kenanve konsiderohen palestinezët. Palestinezët. Ndërsa, Benu Israil me këthyje shqip do të thëtë bit e robit të Zotit. Ben Israil, rob i Zotit, që në arabisht do të thëtë Abdullah, bit e Abdullahut. Pra, Benu Israilet kanë prejardje tjetër nga Kenanet, mirë po jeta Dalida dhe Samsoni, e ke po atë filmin ndoshta. Jeta e tyre ka qenë e ngjizur shumë kohë në për histori, pa probleme, por ka vite e dekada të cilat i kanë